Përderisa çmimet e drurit për ngrohje në treg janë duke u rritur, ndërsa temperaturat tashmë për 2 javë janë ulur, druri për ngrohje është i domosdoshëm, ndërsa çmimet në treg janë rritur nga viti në vit. Edhe nuk duan të flasin para kamerave, shitësit e drurit thonë se 1 metër kub dru në treg është 75 euro e më lartë, ndërsa qytetarët gjithnjë e më shumë janë duke gjetur alternativa të tjera për të ngrohur, por tashmë për 3 vite, mali Shar është shtrirë pjesërisht në parkun kombëtar dhe shumica e fshatrave janë në atarin e parkut kombëtar dhe banorët gjithnjë hasin vështirësi për të prerë drunj në malin e tyre apo tokën e tyre. Nga parku kombëtar thonë se procedurat janë të thjeshta. Всякое лице кое што има потреба да користи дрвна маса од своја шума, па дури да не е шума, ако е земјоделско земјиште, исто така многу едноставно решаваме таа процедура. Доколку е во шума, потребно е да поднесе во нашата институција барање за одобрение за сеча, кое што е подкрепено со имотен лист и геодетски елаборат за идентификација на парцелата. Доколку е земјоделско земјиште, потребен е само имотен лист и скица за истата парцела, и во многу брз рок од неколку дена нашите служби излегуваат на терен, вршат проценка, вршат ознака за сеча, доколку има дрвна маса на парцелата, се издава одобрение за сеча. Услугата која се плаќа на паркот е символична, некои 300 денари за просторен метар огревно дрво, и после тоа означените стебла за сеча, секој собственик може да ги посече, кога ќе бидат спремни за испорака, повторно се во институцијата. Нашата техничка служба повторно излегува на лице место, ги жигосува за транспорт, издава соодветни документи за да можат слободно и легално да ги транспортираат до своето одредиште. Por nga bashkësia lokale e fshatit Gajre thonë se problemi është pasi që banorët të gjithë pronat i kanë në parkun kombëtar dhe ata hasin vështirësi tek dokumentacioni, pasi që nuk i kanë të gjithë mbi vete dhe kjo u apamëndson atyre që të mund të presin drunj në malin e tyre dhe për këtë shkak detyrohen të blejnë. Problemi kryesor i banorëve të fshatit Gajre është se të gjitha malet janë mbi fshat dhe gravitojnë në parkun kombëtar, ku hasin në vështirësitë e dokumentacionit apo leja e prerjeve të druve, pasi shumica nga ne nuk kanë flet pronësi të këtyre maleve dhe problemi kryesor është ky ku detyrohen që më lehtë dhe më lirë u vinë shkojnë t'i blejnë drunë se sa të shkojnë të aplikojnë edhe të marrën leje për drunë. Prerja e drunjeve në prona shtetërore tani është e pamundur shkaku i lejes së posaçme që duhet të merret, ndërsa derisa banorët e malësisë të Tovës të hedhin tokat e tyre në emrin e tyre, ato do të detyrohen që të blejnë drunj nga qyteti, ndërsa prerja e drunjeve në mënyrë ilegale thuajse ka rënë në zero, shkaku i dënimeve të larta dhe konfiskimit të mjeteve që transportojnë dru.